Ka një erdikoa e parashikimit të shenjave. Por kush mund t'i parashikoj më mirë se Elena Demollari? Elena, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si je një herë? Mirë, shumë mirë, super. Çfarë energjie ke? Shumë të mirë. Energjia juaj më jep një energji pozitive. Tani, bëjmë një bisedë bashkë herë para se të nisim me këto? E bëjmë. Ç'thon klientët? Mirë. Të kanë parë në vibe? Po, më kam parë në vibe dhe kam pasur shumë falënderime, suksese për emisionin. Sa bukur. Po, super fare. Dhe është bërë shumë virale, është bërë super fare. Po, ato do thoja, dhe mua më pëlqen shumë që ka viralitet dhe pëlqehet nga njerëzit. Ndaj pra të kemi ftuar çdo javë në studio. Po, do bëhet akoma më shumë më virale. Edhe kemi surpriza sepse me Elenën, jo vetëm parashikimi javor apo shenjë më fat, por do kemi dhe disa lojra të bukura, le të themi, disa parashikime të njerëzve që ju do na thoni se kë doni të parashikojmë dhe ne do ta parashikojmë me Elenën. Atëherë nisim me parashikimin e javor të shenjave. Do filloj me shenjën e dashit. Okej. Për të parë si do jetë situata. Dhe japim letrat. Dashi për këtë javë mund të ketë pak krisje në partneritet, mund të përballen me divorce, me ndarje, dikush do largohet një largim puna ose një prishje planesh, dikush mund t'i japi pengesa gjatë rrugës, gjëra do i kenë të turbullta nga yjet, do kenë pak turbullira, po përsëri do kenë qartësime, do ndryqojnë yjet për ata, do marrin lajme të mira, nëse kanë bëjë me çështje parash, lidhje me dashurinë ose me dojmë projekte, do marrin lajme të mira. Do përballen me persona që do e kenë mundësinë për t'ia dhënë një shans, nuk do t'i japin dhe një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të idhur. Do dalin pak nga vetja e tyre, do kenë çik lëkundje, por përsëri do kenë stabilitete. Do manifestojnë, do marrin lajme të mira. Në dashuri do kenë pak turbullira, pak probleme shëndetësore, duhet të kenë kujdes sidomos edhe vapun, dhe do gëzojnë fejesa, martesa, tavolin, ditëlindje nëse janë duke festuar ose manifestuar, në fund fare do marrin lajme të mira, shenja dashit. Demat kanë kaluar, pavarësisht që kanë kaluar shumë situata të vështira dhe për momentin janë në një vorbull dhe nuk po dalin dot nga vorbulla. Por mund të jenë pak gjendje ankthi, gjendje stresi, energjit negative, mendime rëndes psiqike, psikologjike, por në fund fare do manifestojnë. Duhet t'i besojnë intuitës të tyre, energjisë të tyre. Mos i bëjnë gjërat me sy mbyllur se nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh mbrapa vetes së tyre. I kanë vënë duart kryq, por do zgjidhen gjërat me kreativitet. Nga ana shpirtërore do gjenë një qetësi shpirtërore, mund të kapin një mirësi, mund të kapin një mbarësinë e tyre, mund në puna, në dashuria, në fat, në ortakëri, anë në biznes dhe do qetësojnë shpirtërisht. Do kenë një stabilitet në anën e financës, do kenë një financë të mirë, pavarësisht që kanë pasur një lëkundje të financës, do kenë një stabilitet, do bëjnë udhëtime të gjata nëse kanë menduar për një udhëtim të gjatë. Venusi mund të ketë pak bllokuar në dashuri, mund të ketë dhënë strese, mërzitje, bllokime, por do të zgjidhen gjërat me kreativitet. Nëse ka të bëjë me çështje pronash, mund të bëhet një problem i madh, do ecim përpara, të ulur, të mërzitur, por universi do t'japi dhurata të bukura dhe të bëjnë gati se do marrin lajme të mira dhe çdo gjë, pavarësisht që kanë pasur turbullira, çdo gjë do jetë e pastër si ujë i pastër dhe do gjejnë një qetësi paqësore, shenja demit. Për këtë javë, shenja binjakëve do ketë një konkurrencë, duhet të shmangi shere debatet, konfliktet, konkurrencë, po përsëri kanë një pozicion të mirë. Janë në kërkim të diçkaje, si njeriu i shenjtë për të kërkuar një dritë, po duhet presin dhe pak. Janë në kërkim, në një kërkim të diçkaje, kohët e fundit e kanë lirë vetëm pak të vetmuar, po do stabilizohen. Kanë qarë kanë lotuar, për 3 kërkesa janë refuzuar, për një person që kanë humbur, mund të jetë një lidhje dashuria, a përgjigje për punë, por 2 përgjigje do parashtrohen. Janë shumë luftarak, do ecim përpara,
do bëjnë udhëtime të gjata, nëse kanë menduar për udhëtime të gjata, dikush do I kërkoj të falur nëse e ka vrarë shpirtërisht, ta mund t'i falin tuf me lule diçka tjetër, nëse kanë bëjnë me projektet, do ecin përpara, do stabilizojnë gjërat. Nëse kanë të bëjnë me çështje institucionale, do kenë rrugë zgjidhje, do marrin lajme të mira. Fejesa martesa, planimetri në blerje shtëpie do I ndokëzojnë nëse kanë menduar ose projektet e tyre, do I bëjnë realitet, do jenë një familje plotësuar e kompletuar, do jenë shumë me fat, binjakët për këtë javë do jenë me fat, kanë rrotën e fatit dhe do ecin përpara, do kenë nisma të reja, perspektiva të reja dhe do kenë fat për këtë javë binjakët. Do jenë shumë me fat binjakët për këtë javë. Hajde të shikojmë sa fat do kenë binjakët. Gaforia duhet të ketë kujdes, duhet të jetë shumë e kujdesshme për këtë javë, për arsye se ka pasur tradhti. Ka pasur tradhti dhe do ketë dhe dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, tradhti mbashpine, çdo njeri që një gafore mund t'i ketë besuar, mund ta presi në besë, do ndjer vetëm pak të vrarë shpirtërisht, duhet të ketë kujdes. Probleme shëndetin dhe çdo njeri që ka besuar I ka futur thika mbashpine, çdo gjë do marri fund. Do derdhi lot gëzimi ose I dhërimi, do ndjer vetëm pak të bllokuar, do ketë bllokime si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre të dashurisë, si në profesionin e tyre, po do ketë dhe të shlirime, do të shlirohen. Do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe kanë një pozicion të mirë, do rilindi diçka e re, do ketë një rilindje, përfitime të vogla nëse ka biznesin e tyre, do ketë përfitime të vogla në lek. Profesionin e tyre, për momentin mund t'i ketë pak gjërat pezull, po do zgjidhen gjërat me kreativitet, do kenë rrugë zgjidhje, do dalin të fituar. Pavarësisht situatave që kanë, në fund fare do kenë mundësi për të ecur përpara dhe rrugët I kanë të hapura dhe gaforet. Shenja Luanit duhet të ketë kujdes se mund të ketë një humbje parash distancë, largësi, krizë në partneritet të distancuar, të larguar, janë kërkim të një shtëpie të ngrohtë, për momentin mund të kenë gjërat e ngrira, por do të çaj takulli dhe do ecin përpara. Universi ka menduar dhe për shenjën e Luanit, do përballen me persona që janë xheloz dhe nuk ja tregojnë atë xhelozi, shikojnë drejt horizontit të largët. Nëse kanë bëjë me çështje ligjore, duhet konsultohen merr me një avokat apo diçka tjetër, do I plotësojnë dëshira e tyre dhe do duken se kur do kapin botën me dorë. Ka një karakter të fortë, një intuit të fortë, duhet t'i japin koraj vetes, duhet t'i japin forcë vetes. Do jenë të vendosur me një vendimarrje, do marrin një vendim, duhet të kenë kujdes gjatë kësaj jave se dikush mund të lexojë mendimet e tyre dhe mund të jetë një person akmarrës për ta merr ndaj një shenjës së Luanit, po duhet të jenë të kujdesshëm. Do ketë një ngritje ekonomike, financiare, shumë thashë theme do I kenë në ajër, po një energji pozitive po I vjen. Në dashuri duhet të jenë të kujdesshëm, në biznesin e tyre do kenë ngritje ekonomike dhe nëse janë në pritje të disa dokumentave do marrin një përgjigje pozitive. Virgjëresha për këtë javë duhet të ketë kujdes nga persona të tretë, mund ta shajë, mund ta talli, mund ta bullizojë dhe duhet të ketë kujdes nga persona që mund t'i transmetojë një energji negative ose I presin gjërat në mes. Me një vendimarrje do marrin një vendim, do jenë shumë të vendosur, pavarësisht që kanë pasur pengesa, do I plotësojnë dëshirat e tyre, janë persona që punojnë. Duhet të kenë kujdes me persona që nuk shikojnë drejtimet e tyre dhe pjesërisht kanë spionazhin, ka qenë në pritje të shumë lajmeve, por dikush mund t'ja ketë prerë në mes. Dashuri pasionante vulkanike, pak pengesa në partneritet, se më dhe shenjë binjakëve që mund të jetë një çik xheloz, por është një dashuri vulkanike. Fillime të reja një dritë jeshile, një kontratë pune, një firmë, një dokument, një ecori për të ecur përpara. Duhet të ecin përpara, mos se kthejnë kokën mbrapa dhe do kenë takime, telefonata, rikthime I dashuri ose I dashure dhe çdo situatë I kanë dalë përpara, por kanë të bëjnë dhe me persona që mund të jenë serioz dhe korrekt dhe kur gabojnë nuk I prenden asnjë gabimet. Por shikojnë në përgjithësi dhe virgjëresha do jetë mirë në lidhjen e tyre në dashurisë, edhe në biznes, edhe në profesionin e tyre. Nice.
Bukur fare. Peshorja ka pasur një lidhje ndau bashkohë, janë shumë zemërtye në lidhjen e tyre të dashurisë, duhet të kenë kujdes se mund të kenë një divorc, një ndarje diçka tjetër, mund të jetë një dashuri me shi dhe me re të zeza, mos marrin opinion të tjerëve, duhet të japin drejtim vetes të tyre, duhet të ecin përpara, për momentin mund të kenë pak gjëra të pezull, po të zgjidhin gjërat me kreativitet. Kanë kaluar shumë situata të vështira, shumë pengesa, por do i kalojnë me sukses këto situata që kanë. Kanë marrëdhënie të mira, do kenë një marrëdhënie të mirë, mund të jenë pak konfuz, po do ecin përpara. Nëse kanë bëjmë me çështje ligjore, çështje institucionale, kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, duhet të ecin përpara. Nëse kanë bëjmë me çështje ligjore, do marrin përgjigje pozitive. Mund të jenë në pritje të një princi të kaltëra, në pritje të një doktorie ai ginekologu, po do marrin lajme të mira. Mund të kenë gjërat pezull, si në punë, si në dashuri, si në fat, po do kenë rrugëzidhje, do zgjidhen gjërat me kreativitet për shenjën e peshores. Akrepi, shenja akrepi duhet të ketë kujdes nga persona që janë materialistë, duan për interesat e veta, duhet të kenë kujdes pjesën, mashtrimin, manipulimin, intrigës dhe duhet të jenë të kujdesshëm sidomos këtë javë se dikush do tentoj t'i gënjë, t'i mashtroj, t'i manipuloj dhe mund të bjen në kthetrat e dikush që mund ta manipuloj. Do ketë një bashkëpunim të vazhdueshëm. Bashkëpunim në punën e tyre, profesionin e tyre, pakërësi në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, çdo gjë do dalin sheshi dhe një akrep do i marrë vesh të gjitha të vërtetat, sekretet, manipulimet, intrigat. Ka nevojë për qetësi, për relaksim, një diplom, një master që do marrin në punën e tyre do ecin përpara, por duhet të kenë kujdes me shoqëritë me si të falso. Nga ana financiare kanë pasur një lëkundje, do kenë një stabilitet, do bëjnë një rrugë të gjatë dhe do kenë një ribashkim, mund të kenë një pajtim, një lidhje dashurie, ose mund të kenë një partneritet, një ortak, një pajtim që do stabilizohen, pavarësisht që mund të kenë situata të vështira për këtë javë. Pengesa në fund fare do marrin lajme të mira, do dalë dhe dielli do kenë një energji pozitive dhe shenja akrepit. Shigjetari, shigjetari duhet të ketë kujdes se mund të ketë pak probleme shëndetësore, janë kërkim të diçkaje, por duhet presi dhe pak, do bëjnë udhëtime të gjata, dikush do i kërkoj të falur, do mërziten për pak kërkesa, për disa kërkesa që do i refuzohen, duhet të shmangin shere debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve, konkurrencë, do ecin përpara dhe do jenë shumë e patë dhe shenjë shigjetarit. Vricjapi, Vricjapi duhet të ketë kujdes se mund të ketë edhe pak kriza në partneritetin e tyre, një kuror shere debate, një kredi e marrë, një transformim, një ndikim, ka ndiku dhe një çik marrëse, po duhet të jenë të kujdesshëm. Mërkuri mund të ketë dhënë pak rëndë psiqike, psikologjike, por do e kapi situatën në dorë, gjërat mund të ketë pak të turbullta, po do kesh qartësime, është në pritje disa lajme, do marri lajme të mira, do dali pak nga vetja, por përsëri do e kapi situatën në dorë, do ketë ndryshime, do i ndryshojnë gjërat, si në punë, si në dashuri, si në familje, do jetë një ndryshim i papritur, mund të jetë një fundi i një epoke të vjetër, do rilindi një epoke e re, por në fund fare do marrin lajme të mira, do i plotësojnë dëshirat e tyre, si në punë, si në dashuri, si në familje, si në biznesin e tyre dhe partneritetin e tyre. Ujori, shenja e ujorit duhet të ketë kujdes nga personat mistik, duhet t'i largohet misticizmit ose personave që janë negativ, duhet t'i besoj intuitës tyre, energjisë tyre, do kenë stabilitet, një largim nga vëndanimi, një udhëtim i shtetit, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin, nuk do jenë të sigurt, nuk do jenë stabil, nëse kanë bëjë me pronat e tyre, projektet e tyre, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet, do marrin lajme të mira, fejesa, martesa, tavolin, ditëlindje do gëzojnë. Nëse janë në pritje disa lajmeve ujorët për këtë javë, do marrin lajme të mira, do gjenë qetësim, shërim shpirtëror dhe nga ana shpirtërore do qetësohen. Dhe në fund fare peshqit,
për këtë javë Peshqit për këtë javë mund t'jenë pak gjendja ankthi, strese, mendime të këqija, izolime, po duhet të largoj nga izolimet. Janë të mërzitur, po universi do t'japi dhurata të bukura. Do jenë një familje kompletuar, një dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Do t'i gjojnë për një shtatzani, por Venusi mund të ketë bllokuar pak në dashuri, mund të ketë në stres e mërzite, do ketë në rrugë zgjidhje. Shumë thashë themi kanë ajër, po diçka ere po i vjen. Agjenci udhëtimi do marrin përgjigje për po. Do kenë një ngritje ekonomike, financiare nëse kanë bëjnë. Me çështje ligjore, studio ligjore ose diçka tjetër me projektet e tyre, dëshira e tyre do e bëhet realitet. Ky ishte parashikimi javor për këtë javë. Tani, me që Elena na e bëri të gjithë parashikimin e të gjithë shenjave, të gjithë këto shenjat. Kush do jetë më me fat? Kush do jetë më fat, kush do ketë më shumë fat në dashuri, kush do ketë më shumë fat në para, kush do jetë më dominues në marrëdhëniet seksuale. Se janë kurioz njerëzit, se na ka ardhur shumë pyetje se pse Elena nuk shikon për dashurinë, për tradhtin, për kush është më shumë dominant, kush jo, cila shenjë është më dominuese në shtrat. Tani për dominuese mund të them që Luani është një çik qefli. Në gjuhë popullore, pëlqejnë këto aventurat, kurse shenjat më me fat për këtë javë do jenë binjakët, virgjëresha dhe akrepi. Binjakët, virgjëresha dhe akrepi. Po e para sundojnë binjakët që do kenë fat. Ku do kenë fat binjakët? Në dashuri, mund të kenë ato krizat, por dikush do i kërkoj të falur. Është java e faljeve. Kjo falja që do i vi binjakëve do i vi me arsye apo pa arsye, thjesht ribashkimi? Ribashkimi me arsye do i thotë që kam pas një arsye diçka tjetër. Do i tregoj të vërtetën. Do i tregoj të vërtetën. Kështu që binjakët, po. Bravo binjakët. Kur bëhet fjalë për shenjën e binjakëve, bëhem shumë konfuze dhe nuk di çfarë të flas, më ikin fjalët. Ndërsa kur bëhet fjalë për virgjëreshën që jam shumë kurioze, dhe kam çfarë të them. Shenja më me fat në dashuri kush do jetë? Shenja më me fat do jetë akrepi, do i pëlqen aventurat për këtë javë. Kush është shenja më aventuriere? Luanët janë më aventurierë. Po shenja që më serioze, që do seriozitet gjithmonë në dashuri flasin. Demat janë më serioz në dashuri. Bukur, nice. Lek, kush do ketë lek? Lek të gjitha do kemi çika të lëkundjet, por gjitha shenjat e horoskopit do kenë një lëvizje të lekëve. Tradhti mund të them Luanët, Ujorët, edhe Peshqit. Domethënë këto janë shenjat më tradhtuese. Luanët, Ujorët edhe Peshqit. Po shenja që dashuron më shumë. Tani shenja që dashuron më shumë mund të jenë binjakët, mund të jenë gaforja, mund të jetë edhe akrepi. Shenjat virgjëresha, demi dhe briciapi, që janë shenjat e tokës, dashurojnë, por kanë tradhtim bashkëpine. Nuk është puna se tradhtojnë, po i tradhtojnë. Është diçka që japin shumë, por marrin pak. Tani çfarë mund bëjmë ndonjë lojë me këto letrat interesante për publikun? Mund të bësh një parashikim për shenjën tënde, për të parë energjinë tënde ose për parë energjinë e partnerit. Okej, super. Duhet të zgjedh letra? 10 letra. 10 letra pa i parë vetë. Për të parë energjinë tënde. Tani për të gjitha ato që do na ndjekin, unë momentalisht do të zgjedh letrat. Edhe Elena do të shikoj energjinë time. Po, për të parë do i zgjidhësh vetë 10 letra. Pa i parë ti dhe për të parë energjinë tënde. Me sa po shikoj unë një pritet e një çuni, të diçka, do një projekti, do një lajmi, para, biznes, do një çuni që mund të jetë flokëzi me sy të zi, ose mund të jetë biznesmena, tregëtar, diçka tjetër, por është diçka pozitive që kërkon dhe do i marrësh një lajm. Ka raste që Saturni të jep një çekuilibrim del nga vetja, është 5 minuta që bësh në virke për 5 minuta, po e kap situatën në dorë. Do kesh nisma të reja, do ecësh përpara dhe mos u ndikosh shumë nga thashëthemet e botës. Do marrësh lajme të mira dhe çdo gjë do jetë e pastër, do gjesh një qetësi paqësore. Shumë thashëtheme i ke pasur në ajër, të dëshirat i ke pasur në ajër, por një energji pozitive po të vjet, agjenci udhëtimi do bësh një rrugë të gjatë ose e ke menduar për një rrugë të gjatë.
je shumë luftarake, ke veshur veshën e çelik dhe kërkon të ecësh përpara. Do të plotësohet një dëshirë tënde. Dikush o është larguar, o do largohet, ose të ka lënë të mërzitur, të ka marrë një kupë dhe ka qarë, ka lotuar, ose për të rikthyer, po diçka e ka penguar. Nëse një person të largohet dhe kërkon të rikthehet, po është që e pengon diçka dhe pavarësisht që ke pasur pengesa, do stabilizojnë gjërat. E ke ndjerë veten çik si të shkatruar krisin, një transformim, si puna saj kullës, si një shtëpi e Zotit që po i bie diçka, një rufe ose një shkret të tjerë, dhe ke ndjerë veten çik të shkatruar në lidhjen e dashurisë. Por pavarësisht këto mund të jenë edhe transformime. Ke të bësh me personat që e kanë mundësinë për ta dhënë një shans. Edhe një lajm në emër të mirë, një lajm në emër të idhur. Do jesh një familje e kompletuar. Në hyrjet e biznesit mund të jetë edhe një person xhelos që ka folur negativisht. Ose në hyrje të një puna, të një biznesit tënd, projektit, mund të ketë folur negativisht, por do jesh një familje kompletuar, një trashëgimi, një pasuri. Ke goxha ndryshime në jetën tënde, je në transformim, do ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje, si në profesionit, dhe do jetë një fundi epoke të vjetër dhe do rilindi një epoke re. Ose është fundi një cikli të vjetër që po vdes një cikël i vjetër dhe po lirin diçka e re të ty. Hajde, për hajër na qoftë. Ja, pra kështu i erdhi fundi parashikimit. Po. Bash do të jemi sërish javën tjetër me Elena Demollarin. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.